Pothuajse një javë pas rrëshqitjes së dheut në Shipkovic, 17 banorë të 4 shtëpive vazhdojnë të qëndrojnë jashtë shtëpive të tyre. Nga frika se dheu mund të shembet sërish. Mumin Velia thot se aktualisht po qëndrohen të vëllai, ndërsa ditën përpiqet të qëndrojnë në shtëpinë e tij që është në rrezik, sepse siç theksoi ai, as të vëllai nuk ka as kushte për të jetuar. Ato të gjinaqitën për shpajave ishin gjithë, tha se kanë mbajt mbledhje gjekuse, e thanë do vinë të tejten edhe kryetari komunës. Ashtu thanë ato, ajo udhëheqëse e grupit me menaxhimin e krizave, dhe ishte edhe kritikuq. No, deri tash jo, kurse tejten do marrën vendim, si do ndodhen, ne kemi qenë disa net të vllavi, imi ngusht atë e s'mundim të rrim. Nuk më thkej, vëjmë këto vetëm pastrojnë edhe nata rrim të vllai, po imi shumë ngusht, nuk mundet ma shumë të rezistum. Normal se do kthehena në qoftë se nuk ka rrugdalje tjetër. Këto ka nevojë për të bënë murin mbrojtjes duhet sa më shpejt se imi shumë në rrezik edhe ne, po janë edhe ata. Ata janë më së shumti për shkak se rrezikuan të rrshesën shtëpia të pullash. Nga komuna e Tetovës thonë se shtabi i krizës ka mbajtur mbledhje dhe është konstatuar se aty është rrezik për banorët dhe me urdhër të sektorit për punë të brendshme, banorët janë evakuuar. Shtabi komunal i krizës ka mbajtur mbledhje ku ka pasur 2.3 të ditës dhe është konstatuar se në fshatin Shipkovic gjendja është serioze dhe kërkon një zgjidhje të menjëhershme. Është njoftuar edhe qeveria për këtë situatë e cila po ndodh. Në mbledhje ka pasur përfaqësues nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, nga Qendra për Menaxhim me Kriza, nga komuna dhe nga Ministria e Punëve të Brendshme. Gjithashtu është kërkuar që ekipet profesionale të dalin në terren dhe të vlerësojnë situatën. Nga ana e sektorit për SPB-s është marrë vendim që të evakuohen banorët dhe të kufizohet qasja e lirë në atë pjesë ku ka rrëshqitje të dheut. Në terren, ekipi televizionit 21 nuk ka pa asnjë shirit apo shenja ku nuk lejohet kalimi apo parandalimi se ka rrezik.